Përshëndetje, unë quhem Ftor Arias dhe në videon e më poshtme do t'ju tregoj. Pajisja Metatron Hunter. Në faqen e internetit të prodhuesit mund të shihni softueri Metatron Hunter ose MetaHunter. Duke hapur lidhjen e prodhuesit do të keni mundësi gjeni një foto të pajisjes, ata mund të shohin një valixhe dhe ata gjithashtu mund të shohin një sensor që ka formën e një aparati dëgjimi. Shkojmë në fund të faqes së internetit të prodhuesit dhe në fund të faqes së internetit përmbajtja e asaj që do të merrni kur blini. Pajisja Metatron Hunter. Kjo është ajo që do të merrni kur blini pajisjen Metatron Hunter që vjen në një valixhe alumini, kutia, sensori, gota e personazhit dhe ja ku shohim dy disqe flash. Pendrive argjendi. Ky është alumini, po ta futesh në port. USB nuk ka informacion. Ky aksesor është si çelësi i makinës, nuk ka një të tillë, nuk funksionon. Bartin informacion. Ky aksesor funksionin e tij, ky aksesor në këtë kuti, funksioni i tij e lejon që softueri të fillojë. Dhe tjetri, ai në anën lindore në blu, këtu vjen softueri. Në disa vende që vendosin më shumë kufizime në dërgimin e softuerit, ju nuk do ta merrni pendrive me ngjyrë blu sepse do të dërgojmë softuer si skedar shkarkimi. Dhe ja ku kemi mbrojtësit. Pra, duke u kthyer në pikën e mëparshme, këto dy varse që kemi këtu. Ai argjend është si çelësi i makinës, lejon që softueri të fillojë dhe tani ja ku e kam. Pajisja e metadromit për të treguar vjen dhe lëviz nga valixhe për të treguar atë që do të marrësh. Sot më bëri një nga pyetjet nga Italia, i tregova faqen e internetit dhe ja tregova konkretisht këtë imazh dhe sepse më pyeti nëse e bleva pajisjen që mora, e cila është ajo. Që do të merrni. Kështu që nuk ka dyshim se do të tregoj tani këtë, atë. Kemi këtu. Unë do t'i tregoj të gjitha këto, por drejt për drejt, do t'i tregoj që të mundeni. Shihni se çfarë do të marrin kur të blejnë pajisjen. Këtu kemi kutin. Brenda kutisë vjen valixhe, kështu që rekomandimi i parë. Mos e hidhni këtë kuti, mbajeni, sepse nëse do të udhëtoni është e rëndësishme për mbrojtjen e pajisjen, ruajeni dhe emërtoni, Metatronët shkruajnë Metatron, por ju duhet ruaj kutin. Në çdo kohë, për shembull, nëse do të vizitoni një antar të familjes për terapi. Një antar i familjes do të udhëtojë jashtë vendit, sido që të jetë situata, në vend që të shikojë valixhen. Ky aksesor ka ajër, ka topa të vegjël si balona me ajër, edhe kjo duhet mbajeni brenda valixhes tuaj, mos e hidhni në plehra, kjo është shumë e rëndësishme. Ata do të udhëtojnë me aeroplan nga një vend në tjetrin për pushime me familjen, për shembull, dhe duan vishni pajisjen për trajtim. Pastaj vendosen, shërbejnë si mbrojtje kundër të frynë, bie, është amortizues. Ne ecim përpara pastaj. Këtu kemi
Gjithmonë sigurohuni që të jetë me fytyrë lartë sepse shikoni valixhen, këtu është kapaku. Mos e hap me kokë poshtë, kujdes me këtë, kështu ka shije. Hapni valixhen dhe unë do të tregoj se cilin nga elementet. Së pari. Metajunter ose Metatronjunter, nëse blini Metajunter ne mund të ofrojmë gjithashtu softwarein. Metatronjunter, ne i kemi të dy softwaret. Dallimi është minimal. Këtu kemi elementin e parë, kjo është ajo që do të merrni. Tani. Unë do t'ju tregoj kablon. Ky kablo e lidh këtë me kompjuterin. Dhe lidhja është shumë e thjeshtë, këtu do ta lidh, ka vetëm një pozicion. Nuk ka mundësi gabimi apo konfuzioni, nuk ka asnjë problem. Nuk ka komplikime deri më tani në lidhje me këtë. Tani. Kupa e rezonancës. Këtu kemi filxhanin e rezonancës që është një aksesor shumë i rëndësishëm. Në manual ka përshkrimin e funksioneve, jo tani nuk do të hyj në detaje, por ka funksion të dy fish, lejon matjen, DMTH. Ai kap informacione, mat si një sensor dhe gjithashtu dërgon informacion. Kjo është shumë e rëndësishme. Ju mund të shihni manualin, mund të shihni videot në kanalin tim. Kërkoni videot, i kam të renditura sipas gjuhës. Aty do të shihni disa video të gjitha këtyre pajisjeve. Duke ju përgjigjur pyetjeve se çfarë janë dhe si përdoren. Dhe gjithashtu kam kurse të avancuara për ata që duan të mësojnë më shumë në thellësi. Pra, ajo për të cilën fola më parë, kjo është si një çelës makine. Mos u përpiqni ta vendosni në USB portugeze dhe ta lexoni. Mundohuni të shihni pse do të duket sikur nuk keni informacion, sepse është i fshehur. Ky është si një çelës makine, ai lejon që software-i të aktivizohet. Duhet të kujdesesh shumë për këtë, duhet të kujdesesh shumë për të. Sepse pa këtë software-i nuk funksionon. Kështu që ne do ta lëm këtu. Dhe tani. Unë do të nxjerr videon e kupës së rezonancës. Unë do të heq bioinduktorin. Këtu kemi videon e induksionit. Dhe veçoria nxitse e videos që vjen. Rregullohet automatikisht. Ju mund të shihni këtu, rregullim automatik. Për njerëzit që kanë madhësinë e kokës është ndryshe. Ka njerëz që kanë kokë më të vogël, më të madhe. Atëherë rregullimi është automatik. Kur e hiqni këtë, trajtojeni gjithmonë me kujdes. Gjithmonë pa nxitim, këtu nuk duhet të nxitosh. Dhe pastaj për të mbajtur gjithçka në dorez, e njëjta gjë. Shpresojmë të ndjekim të njëjtat linja të palosjes. Kështu pajisja ka qëndrueshmëri më të madhe. Pranti, këtu është një vizatim, unë do ta zmadhoj. Le të shohim, mund ta shihni atje. Jakush, le të shohim nëse mund të shihet. Sa po u pa atje. Jakush, do të shihem. Është si një ikon në formën e një aparati dëgjimi. Dhe tani kupa e rezonancës. Këtu është video e induksionit.
Kabloja në kompjuter. Dhe kupa e rezonancës. Duhet të shikoni kupën e rezonancës. Dhe ka një shigjet lartë. Një shigjet. Kjo duhet të trajtohet gjithmonë me qetësi. I qetë, pa presion. Kjo ka vetëm një mënyrë për të hyrë. Ndryshe nga video e induksionit. Mund ta kthej dhe futet brenda. Është më e lehtë për të lidhur. Këtë filxhanin duhet ta shikojmë lart dhe një shigjet. Dhe shigjeta është e drejtuar lart. Dhe kështu ne duke parë shigjetën. Ajo lidhet me një herë. Një rekomandim tjetër. Kur i hiqni kablot, mos i përputhni ato. Ta kthesh kështu. Por mos lëvizni në anët. Nëse do të nxjerrin filxhanin, e marrin dhe e hedhin. Dhe nëse do ta lidhin, shtyjnë, por pa detyruar. Pra, kemi videon e induksionit. Kupa e rezonancës dhe kablo. Ja ku është. Video nxitse. Kupa e rezonancës. Dhe kablon. Për softuerin Metatron. Pajisja Metatron mund të funksionojë. Na duhen 2 porte USB. 2 porte USB. Dhe mund të lidhni pajisjen Metatron në kompjuter. Dhe në videot e ardhshme do t'ju tregoj si lidhet, si fillon. Këtu keni një buton. Është e rëndësishme që pasi ta lidhni me kompjuterin, duhet të shtypni butonin dhe dritat do të ndisen. Por unë do ta tregoj këtë në një video tjetër. Lidhja me kompjuterin. Si është instaluar software-i dhe si fillon software-i. Si të krijoni rekordin e parë të vëmendjes së parë. Nëse dëshironi më shumë informacion rreth pajisjes Metatron Hantel, ju mund të shihni përshkrimin e kësaj videoje. Ata do të gjejnë numrin tim të telefonit dhe emailin tim. Mund të më shkruani. Ne më shumë se 10 vjet më parë. Ne jemi një grup terapistësh që i përkushtohem përhapjes së këtyre terapive. Dhe ne jemi duke kryer kurse në shumë vende. Dhe ne kemi grupe terapistësh të organizuar sipas gjuhës. Nëse dëshironi të bashkoheni, këto grupe janë të hapura. Nëse dëshironi të bashkoheni për të takuar terapistë të tjerë që e kanë këtë pajisje, më shkruani. Ata prezantohen. Më thon emrin, vendin, gjuhën. Dhe ne i futim ato në grupin ton WhatsApp që janë direkt nga prodhuesi. Dhe kështu ata mund të jenë në kontakt me terapistët që kanë këto pajisje. Më shumë se 10 vjet më parë. Unë kam punuar me këtë kompani për më shumë se 10 vjet. Unë i përdor këto pajisje. Për vite e kam përdorur në qendrën time të terapisë. Dhe ata do të kenë mundësinë të jenë në kontakt me terapistë të tjerë që i kanë këto pajisje. Ditë të mbarë.